Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Ekspres për ditën e sotme. Do të flasim sot për fushatën elektorale, atë të Tiranës, dhe me mua në studio është bashkuar kandidati demokrat i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Kreshnik Shollaku. Përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që pranove ftesën, po si do ta përshkruani këtë? Jemi në pikun e fushatës, le të themi. Si që the, jemi në pikun e fushatës, është nxehtë, është shumë intensive. Unë përgjithsisht jam optimist i frenuar, por ndjej një sens të qartë qytetar në Tiranë që shkon përtej grupeve, partive politike, mbështetësve, ka një sens nevoje qytetarëve për të ndryshuar, për ndryshim. Se si ky do të materializohet në vot drejt për drejt për Partinë Demokratike, që është dhe betejë dhe përpjekja jonë e gjithëve, kjo është sfida jonë e këtyre ditëve. Jemi në mes, kemi akoma dhe 2 javë afërsisht të plot, dhe shpresojmë që ta kanalizojmë këtë nevojë që do të thojë është dominante e njerëzve, për te përgatësive, në vot për Partinë Demokratike, jo për përgatësi partijake. Sepse unë mendoj, Partia Demokratike sot është e vetmja mënyrë, e vetmja armë që qytetarët kanë për të realizuar ndryshimin. I keni tejkaluar gjithçka tjetër që ishte deri para se të niste fushata, se ka pasur probleme, nuk i fshin dot, ju keni qenë një nga zërat e qartë në qëndrimet tuaja. Megjithatë, në fund vendosët PD-n, logon, partinë, aty ku mbeti. Pikërisht këtë duke qenë, se unë kam qenë një ndër njerëzit që nuk kam qenë spektator në debatet, përplasjet, duhet të them që unë i vazhdoj që ndroj bindjeve, parimeve të mia. Sigurisht mund të ketë patur dhe gabime diku atje, por në parime, në bindjet kryesore, unë vazhdoj që ndroj mendimit dhe ides dhe parimeve, në do bindje, por mendoj që dhe kam luftuar fort, dhe për këtë publiku është dëshmitar, se kam luftuar fort, kur kam kërkuar një armëpushim, një detant brenda PD-s, brenda të djathtës, për të bashkuar forcat duke konsideruar Edi Ramën të keqen kryesore dhe më të madhe. Dhe në fakt targetin e suksesit. Në bas kësaj, ne mund të kemi kohë të rikthehemi debateve tona, të shikojmë në perspektivat të reja, argumenteve tona, dhe mund të zhvillohet çdo lloj debati dhe gjendje e brendshme. Por unë jam në bindjen dhe kandidimi im është provë se dhe në vetë të parë, mendoj që ne duhet lëmë pas, sidomos në momente kriza është të mëdha siç është betejja për zgjedhje, betejja për rotacion, duhet lëmë pas konfliktet e vogla dhe të bëhemi bashkë për të arritur qëllim të madh. Ka një shprehje në veri kur bie hasmi i madh, gjaqet e vogla mbyllen. Dhe unë kam bërë ftesë kolegëve të mi të gjithë kësaj periudhe të mbyllim gjaqet e vogla, të luftojmë hasmin e madh dhe pastaj mbrapa ne kemi kohë të zhvillojmë debatin tonë. Dhe këtë e kam dhënë provë duke pranuar vetë me shumë vështirësish ta garantoj, sepse hera herës njerëzit mbeten, memoria ngelet, ajo fryma sektare shpeshherë reflektohet, por të gjitha këto i kam vendosur t'i mbaj, t'i arkivoj, t'i gëlltis, mos i harroj, nuk është se nuk i vëre, por t'i anashkaloj, dhe çdo ditë i them vetes kur do përballem me situata të tilla, të pakëndshme, me thënë drejtën, por çdo ditë i them vetes ndalu, mos mendo këto, synimi është data 11, të rrëzojmë Edi Ramën. Mbrapa, ne kemi kohë të zhvillojmë këto debate. Po a e rrëzon dot Edi Ramën me konstelacionin se ato gjaqet që ti shumë bukur. Gjaqet e vogla. Po, gjaqet e vogla krijuan ca parti. Patjetër, ai ishte një, të them një, po e konsideroj vetë një dështim të kësaj, sepse unë kam bërë thirrje pafund për të bërë një front për bashkët, dhe kam kërkuar gjitha palëve që të bëjnë nga një hap mbrapa, nga një sakrificë, ta mbrim këtë front për bashkët. Ëndra ime do të ishte një front total opozitar. Total. Kushdo në këtë qytet është kundra Edi Ramës, në këtë vend është kundra Edi Ramës, duhet ishte një çadër politike sot. Për te ideologjive? Mbas edhe për te ideologjive. Mbas edhe për te. Po sigurisht njerë kryesore do të ishte brenda ideologjive, brenda krahut. Mirë ishte që nuk u mbrit, patjetër përgjegjësitë janë në gjitha palët. Pra nuk mund të thuash, nuk shoh një skenar ku përgjithësia është në një krah dhe të tjerët janë imun, madje do të jap një provë dëshmi që jam dëshmitar vetë. Në rastin për bashkimin e Partisë Demokratike, në fakt më i pafajshëm në këtë rast duket Sali Berisha, sepse kërkesa e tij ka qenë, dhe unë jam dëshmitar i kësaj, insistuese permanente që të krijohet një front i përbashkët me të gjithë grupet apo fraksionet brenda PD-s të pakënaqura. Po përveç Bashës dhe Alibet, edhe këtu përjashtohen dy. Jo, nuk ka qenë. Nuk ka qenë përjashtues as me Bashën, as me nuk ka një gjë të tillë, kështu që unë po them jam njeriu që jam dëshmitar
që në momentin kur vula legitimiteti gjykata ju dha zotit Berisha, i kam kontaktuar sekretarin e përgjithshëm Nokan atko, por ndërmjet tij dhe zotin Berisha, i cili ishte izoluar, dhe ju kam kërkuar që shikoni, nevoja për bashkim është akute. Pranoni fraksionin, sepse edhe në statutin e tyre, fraksionin e 13, ishim 13 deputet. 13 deputet në atë kohë që nuk mbështetnim linjën zyrtare. Pranoni fraksionin dhe përgjigja ka qenë totale e plot, po, fraksion brenda Partisë Demokratike. Madje më shtën, konsiderojeni si një parti paralele brenda PD-s. Në formatin dhe kemi studiuar në atë kohë për disa javë formatin e Republikanëve Amerikanë. Ju e dini që ka një parti paralele brenda Republikanëve, quhet Tea Party. Gati ishte fraksioni më mbështetës i Donald Trump në kohra. Funksionon si një parti thuajse paralele, me një gjë që në zgjedhje shkohet në siglën republikane. Dhe këtë model, dhe këtu jam dëshmitar, për hir Sali Berishën mund ta kritikoni për shumë gjëra, por për këtë jam dëshmitar vetë. Sali Berisha ishte gatshëm të akomodojë kjo pjesë kontestuese me të, edhe në formatin e një fraksioni të modelit Tea Party. Po arritët i kontaktoni palën tjetër? Palën tjetër, mjerisht, dhe kjo ka qenë ndërprerja ime e komunikimit paktën në atë moment me miqtë e mi, kur i kam kërkuar këtë drejt për drejt zotit Basha, publikisht me shpërgjigjur që Sali Berisha është fraksioni im, unë nuk jam fraksioni ti. Edhe këtu pastaj racionaliteti mbaroi dhe nuk ishim më çfarë të komunikonim paktën për këtë çështje. Po në bazë, ju jeni në kontakt, më thatë, në te 24, 14, pak të kështu është patronazhimi, po gjithë Tiranën, se Tirana është e madhe. Çfarë thot baza? Si e percepton baza Partinë Demokratike dhe partitë e tjera të dalë nga Partia Demokratike? Shiko, baza, apo ta mbështet si tanë që ne quajmë baza, ndonjëherë kanë përjetuar konfliktin më rënd dhe më thellë se sa dhe vetë krerët. Sepse pastaj shpeshherë konflikti, kjo për fajt krerëve, përfshirë dhe mua brenda po doni, ndonjëherë, konfliktin ne nuk e lejuam të ishte një konflikt politik në maj. E lejuam të shkoj deri në rrënjë të partisë. Dhe ndonjëherë inatet, mërit njerëzore janë më të forta në rrënjë se sa në maj, sepse në fundit ata në krye edhe në kafe pinë me njëri tjetrin. Ata poshtë kur ndahen, ju duket se kur ndahen për gjithë tjetrin. Por baza ka një gjë, qoftë baza që mbështeti zotin Berishën atko, qoftë pjesa tjetër, ka një kohë që të dyja palët e kuptojnë se të ndara, është një humbje për të dy palët. Pavarësisht se kush me veten ja di të drejtës për një çështje apo tjetrit. Por të gjithë dinë se të ndarë dhe të coptuar nuk ka shans suksesi Partia Demokratike. Dhe dëmi në rast se Partia Demokratike nuk do të ketë shans suksesi, do të jetë dhe për ata që ishin shumicë dhe për ata që ishin pakisë. Ky ndërgjegjësim unë mendoj, mbase me vonesë, mbase do duhet edhe pak kohë, por ky ndërgjegjësim ekziston te njerëzit. Dhe mendoj që këto 2 javë janë një përpjekje patjetër dhe për ta bashkuar dhe këta mbështetësit tanë poshtë. Pavarësisht se kërkrea apo kër politikana kanë tifozë apo bërtasin apo adhurojnë. Rëndësi ka të bëjmë i bashkë. Në datën 11 maj kundra Edi Ramës. E pastaj mbrapa çdo gjë zgjidhim, në forma demokratike, në forma dialogu, ose secili në punë vet. Por është e pafalshme. Dhe historia do dënoj këdo ndan votën opozitare në 11 maj, sepse kemi për të bërë një krim jo vetëm partisë, jo vetëm vetes, por këtë vendit. Dhe unë mendoj ky është prioriteti kryesor. Po, a ka kuptim përfshirja, për shembull, po marr shembullin e Ilir Metës, e partisë tij në koalicion, apo ka këtu diçka, një strategji të mirëfillt, se shumë shpesh ju keni humbur vota pikërisht për shkak të kësaj lloji aleance. Të paktën kur partinë e kryesonte zoti Basha dhe ishte ai në krye të partisë, aleanca me Metën nuk u pa mirë tek. Unë kam, po ta them unë përballë. Opozitar i PD-s. Unë kam deklarata publike të mia dhe i qendroj se binte. Sigurisht unë isha jam larg vendimarrjes sot të linjës zyrtare dhe dhusit qoftë kryetari, qoftë kryesia e partisë është tjetër. Pra, unë jam vetëm një zë, qoftë në grup parlamentar apo një zë mes demokrate, por unë kam rekorde publike, unë kam qenë kundër aleancës, kam qenë kundër nivelit përfshirjes aleancës, do të kishte vetëm një kuptim prania e një forse të majtë, pastër të majtë si LSI-a, asgjë personale me zotin Meta, unë kam punuar me të Ministrit Jashtëm, marrëdhënie shumë mira miqësore, e dënoj shumë aktin e antishtet, cilën ai ju nështrua, arrestimi e gjithë kjo historia ti, por në pikpamjen politike, unë do doja që të bashkohet njerë kështu pas një lloj kushti PD-ja, të djathtët. Dhe e vetmi variant, ju thash, unë do ta shikoja të pranueshme një koalicion dhe me parti të majtë, si LSI-a apo Partia e Lirisë, do të ishte sikur gjithë spektri opozitar, i gjithë, të ishte një formulë. E derisa kjo nuk ndodhi, atëherë nuk ka sens që fraksione opozitare të djathta të ngelen jashtë
dhe të akomodohen brenda të majt, apo si tu është një parti e cila mirë apo keq asnjëherë e ka provuar të jemi dhe në koalicione dhe përballë njëri tjetrit shpeshherë, dhe asnjëherë nuk u bëu ngjizje reale, sepse në fakt çdo mbështetës zotit Meta është një i majt i zhgënjur me Nanon, me Ramën, me të tjerët. Kur nuk do votojnë PD, kur nuk votojnë Sali Berishën. Si kundër çdo demokrat percepton të majtët të zhgënjur me Nanon, me Ramën, kundërshtarin politik. Kështu që përpjekja, sigurisht, rreziku i kësaj unë nuk e mohoj, mund të jetë. Ju a thash në kohën kur është hartuar apo formatuar i koalicion, kam qenë kundër, opinionim ka qenë kundër publikisht, por sigurisht unë nuk kam sot vendimarrjen apo zë në vendimarrjen e drejtuesit të Partisë Demokratike, dhe përveç se qëndrimit tim publik nuk kam patur asnjë lloj mundësie të ndikoj. Kjo është vendimarrje që është marrë në një format tjetër. Aq më tepër pas primareve në Partinë Demokratike, kur u dhanë vendet sigurta më shumë ndoshta se ishin menduar eksponentëve të partive aleate, dhe mbetën figurat të mëdha të Partisë Demokratike. Pikërisht këtë po ju them. Unë po të isha në vendimarrjen e Partisë Demokratike, nuk jam, po e ripërsëris, por po të isha, nuk do të kisha zgjedhur këtë formë as koalicioni, as doravitje të aleatëve e kuptueshme, por unë nuk do të kisha bërë këtë zgjidhje, do të kisha vepruar, do të kisha ndërtuar një tjetër formulë. Sigurisht, unë them opinionin tim, vendimarrja është e të tjerëve, shumica ka përcaktuar kështu, dhe unë pavarësisht kësaj dhe këtë dallim apo ndryshim që kemi në qendrime, kjo nuk implikon fare angazhimin tim për ndihmuar Partinë Demokratike. Kam thënë, qoftë si deputet, qoftë si numërues i thjesht votës, sepse mendoj çfarë duhet na bëj të lëmë me një anë këto, është fokusi kryesor, rrëzimi e Ramës 11 maj. Lista e hapur, si do ta përkufizoni pjesën ku bëni dhe vetë pjesë? Ka një lloj gare dhe brenda llojit, se nuk është betejë vetëm me Edi Ramën, është betejë tashmë edhe me partnerët në parti, kolegët, për të marrë sa më shumë vota. Noli, nëse ka një gjë, mbase disa gjëra, për të mos qenë modest deri në fundun, por nëse ka diçka për të cilën çdo ditë, çdo orë, jam krenar që këtë kod zgjedhore kam votuar kundër në parlament. Unë jam ndër deputetët që kam votuar kundër këtë kod zgjedhor. Çdo ditë, çdo orë më bën të bindur dhe gati krenar pse e kam bërë. Sepse mendoj në historinë e pluralizmit shqiptar, ky është kodi zgjedhor më i shëmtuar. Është kodi zgjedhor më problematik. Është kodi zgjedhor më i transformuar i vullnetit të njerëzve. Nuk ka fushat midis PD-PS. Përjashto përplasjet Berisha-Rama, sigurisht drejtuesit politik, por nuk ka fushat PD-PS në terren, poshtë në bazë. Dhe prandaj duket kjo qetësia e gati ndonjëherë, sepse kjo e kthen në një ring brenda llojit. Dhe kjo paralizon energjinë e njerëzve. Kjo i torturon njerëzit. Kjo nuk ballafaqon, nuk prodhon fundit edhe çfarë është mbështetja reale politike, as e individit, as e formacionit. Prandaj mendoj që ky është kodi më i shëmtuar elektoral zgjedhor që ne kemi aplikuar që nga viti 90. Absolutisht, dhe përgjegjësi politike. PD dhe PS. Një pjesë e PD-s dhe PS e kret. Sepse në atë kohë në parlament, po të numëroje votat dhe deputetëve të opozitës që votuan kundër kodit, PD dhe jashtë PD-s, ishin më shumë se votat e deputetëve të opozitës që votuan pro kodit. Për kjo është histori. Po mirë, nuk e detyroj PS-ja ta votojnë, se duhen dy palë. Jo, sigurisht. Tani, cila është strategjia, se ju thoni ring brenda llojit, si do t'i merrni ato vota? Do synoni vetëm votat e demokratëve, apo duhet dalë edhe tek kufiri dhe sinori tjetrit, se ne themi që Partia Socialiste i ka sigurta këto që ka se dalin dhe votojnë. Çështja është si do e merrni këto votat këtyre dhe apo elektoratit gri? Në fakt ky është shqetësimi, ka qenë shqetësimi im kryesor. E kam thënë tani po them publikisht, por kam thënë në mbledhjet e midis kandidatëve me kryetarin e partisë, me kryesin. Ky kod zgjedhor të mban të mbyllur brenda votës të strukturës, votës të sigurt në thojza. Por çfarë rëndësie kanë për demokratët nëse të gjitha votat e partisë do t'i marrë filan kandidat apo y kandidat? Kur betejë 37 kandidatëve bëhet për të marrë ato votat atyre demokratëve antarë, që janë votë sigurta. Suksesi i Partisë Demokratike dhe sidomos i Partisë Demokratike Opozitës është nëse do të arrijë këtë masën e madhe të elektoratit gri që kërkon ndryshim, siç e nisa në fillim të bisedës, dhe atë aftësia e PD-s, a kandidatëve të saj, për ta thithur këtë votë. Por kodi duke induktuar në betejat personale brenda llojit, paralizon çdo përpjekje çdo kandidati për të shkuar te elektorati gri, ose duhet të kalojë totalisht veten. Me thënë të drejtën, nuk më pëlqen modestia e tepruar, unë këtë kam vendosur të bëj. E kam mbështetjen e strukturave demokratëve, por kam vendosur të testoj edhe veten personalisht si individ, por dhe mendoj se këtë bëj gjë më të mirë, dhe projektimi dhe vota që përkërkoj është kjo vota elektoratit gri.
votës së arsyes, votës njerëzve që mendojnë se me votë ndëshkojnë ose vlerësojnë, votën asaj pjese që nuk është fanatike partish, që nuk mban fanela politike, por që vlerëson me formimin e vetë, se vota duhet përdorur me arsye. Si thash, ose për të vlerësuar dikë që qeverisë mirë, ose për të ndëshkuar dikë që qeverisë mirë, apo anasjellës rivale si që jemi ne. Kështu që unë personalisht paktën po tentoj të bëj këtë betejë, apelet thirrjet i kam bërë drejt për drejta, angazhimi i përditshëm është me këtë kontingjent njerëzor, i cili sigurisht është i vështirë, dhe unë jam i bindur që as betejë ime vetme nuk e bën këtë gjë. Por e kam vendosur, po duash dhe ta sakrifikoj vetën në këtë drejtim, sepse mendoj kjo është çfarë do t'i duhet PD-s përfitore. Dhe sikur të garantoj çdo kandidat i të paktën opozitës apo Partisë Demokratike të bënte këtë betejë, pra jo betejë të vota e sigurt të militantit, demokratit, besnikut, por të vota e atyre të pavendosurve, të zhgënjyrëve, të mërziturve, ose atyre që refuzojnë politikën, sigurisht PD do të ishte fituese. Në rast se PD do të ketë sukses, të garantoj që është bërë kjo punë te ky kontingjent njerëzor. Në rast se nuk do të ketë, do thotë askush se ka bërë punën me këtë elektorat gri. Ka dhe një vot tjetër që do jetë, besoj vendimtare, thonë shumë 250.000 të paktën të regjistruar nga diaspora. Sigurisht duket që edhe vota diasporës do të ketë ndikim. Ndjej që ka një elektrizim të diasporës, se cilën unë kam bindje në shumicë është në krah të opozitës, mbase PD, emrat, Kreshniku, Filani, Berisha, këtë tjetëri është çështje bindesh njerëzve. Por në total, unë mendoj që diaspora është diaspora që kërkon ndryshim. Sepse në fakt, diaspora të paktën në 12 viteve, ne themi diaspora botan të ikur nga Shqipëria, është për shkak të keqeverisë, në fundit për pamundësim për të jetuar në këtë vend. Dhe përgjigjja kryesore, pse dikush detyrohet të lë familjen, shtëpinë, tokën, vendin, qytetin ku është rritur, miqsinë, është mungesa e mundësive. Dhe përgjegjësia për mungesën e mundësive është qeveria. Dhe kjo është një qeveri që s'ka ardhur dje. Ka 12 vjet që drejton vendin. Kështu që është logjike që diaspora, emigracioni kërkon ndryshim duke larguar këtë qeveri. Tani, unë pyes për herë kandidatët për një prognozë, një parashikim se sa mandate prisni në Tiranë dhe sa në gjithë Shqipërinë. Unë nuk jam njeriu që ndjek apo ja lejoj vetes të bëj debate as sondazhesh, as mandatesh. Po e them publikisht, për mendimin tim, për bindjen time, për Partinë Demokratike ka vetëm 2 shifra. Suksesi dhe dështimi. Suksesi është rrëzimi e Edi Ramës 11 maj. E mosarritja e këtij suksesi është dështimi i Partisë Demokratike. Nuk ka rëndësi fare sa mandate merr këtu, sa mandate merr atje, cili hyn, cili nuk hyn, listë e sigurt, listë e hapur, nuk ka rëndësi fare këto zero. Në rast se 11 maj ne nuk rrëzojmë Edi Ramën, është dështim për të gjithë dhe do të marrin përgjegjësi të gjithë. Suksesi është vetëm rrëzimi i Edi Ramës. Nuk humbem në përqindje të tjera. Edhe në rast se do duhet ta rrëzoni duke bërë, nuk e di, koalicione, aleanca, pasgjedhore, nuk e kam... Patjetër edhe pasgjedhore. Se nuk më the shifra dhe në varësi shifra e pastaj... Në rast se do duhej, unë, kur ju them që jam i gatshëm të bëj çdo sakrificë, të paguajmë çdo çmim për të rrëzuar, sigurisht, aleancat apo koalicionet pasgjedhore janë totalisht mirëpritur, madje është gjë e parë që duhet bërë. Dhe shpresoj të mbrim atje. Por, ju thash, në impenjimin tim, vëmendja nuk e kanë këto llogaritë e mandateve, as përqindjet, as sondazhet, por ky objektiv. Dhe po ja them fare hapur, në rast se kjo ndodh, suksesin e meritojnë të gjithë. Në rast se kjo nuk ndodh, dështimi është i të gjithëve. Tani, ai del dhe bën fushat me Shqipërinë në BE 2030. Nga ana tjetër, ju në krahun tjetër keni një program ekonomik të strukturuar, të cilin ja prezantoni qytetarëve. Nuk flisni për integrimin, nuk flisni për antarësimin në BE. Ka diçka? Mendoni se qytetarët janë pragmatistë, do votojnë si në SBA për xhepin? Duke parë xhepin, çfarë ndodh? Cila është strategjia? Në fakt e kanë vënë re këtë element dhe mirë që have po them fare hapur ndershëm. Unë mendoj që ky është një defekt i fushatës Partisë Demokratike. Për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, Partia Demokratike është edhe më interesuar se qeveria. Ne në këto 12 vite, po sidomos unë jam dëshmitar vetë i këtij 4 vjeçari në parlament, për çdo gjë mund të kemi përplasur, por për integrimin në Bashkimin Evropian, Partia Demokratike deputetët e saj kanë qenë mbështetës, nxitës, ndonjëherë edhe më shumë nxitës se qeveria. Po them diçka, unë jam antar i Komisionit të Jashtëm në Parlament dhe çështjeve evropiane. Dhe në diskutimin e kapitujve të negociatave me ministrin e qeverisë dedikuar për këtë gjë,
Në kam rekordi publike, nuk është bërë në seancë me dyert të mbyllura, i kam thënë zonjë, ju jeni e vetmja në bindjen tonë, timen, po besoj të tjerëve, jeni e vetmja ministre kësaj qeverie, që me ne nuk duhet ta ndjeni veten kundërshtare. Jeni të imunizuar në kjo gjë. Ju nuk keni kundërshtarja jonë. Juve duhet na kërkoni ne çfarë keni nevojë nga ne, t'ju mbështesim që ky proces të ecë sa më shpejt. Dhe nuk ka asnjë ligj, asnjë vot, asnjë element, qoftë në komisionet parlamentare, qoftë në sallë ku vendet në ligje, që opozita të ketë penguar procesin integrim. Madje është votuar. Pse në fushat është një lloj. Kështu që mendoj fakti që me të drejtë vini re ju. Po doja ndonjëherë sikur i shmangit e debati, më duket një gabim strategjik i fushatës. Unë personalisht mbase mund të jetë tema e vetme të cilën them, sepse mendoj edhe nga tjerë që kjo premtimi i Ramës për Shqipërinë në 2030 në pasaportë europiane është një spekulim abuziv në raport me çfarë është vërtet kësaj historie. Shqipëria në 2030-ën me shpresë nuk është atribut vetëm i Shqipërisë. Ky është një projektim strategjik i Brukselit, Bashkimit Evropian, që krejt Ballkani perëndimor deri brenda vitit 2030 të jetë i antarësuar i tërë, si një qasje strategjike. Ai thonë 2027 ne kemi bërë negociata. Sigurisht, një sekond. Sigurisht kjo kërkon një proces që të ecet në bazë të meritës, pra, secili vend ka detyrat e shtëpisë për të kryer. Detyrat e shtëpisë të çdo vendi dhe tonat nuk janë të pakta dhe madje janë disa të ndërlikuara. Por gjysma e ligjeve për të cilat Shqipëria është përgjegjëse të kalojë si detyrim për kapitullin e negociatave, kërkon mbi 85 vota në parlament. Pra në mënyrë absolute asnjëra qeveri nuk mund ta realizojë këtë proces pa voton e opozitës, pa mbështetjen e opozitës. Dhe në rast se ka diçka që Edi Rama, dhe unë po flas jam njëri që paktën një herë në muaj, 2 herë në muaj, kam qenë dhe jam kontakte me kolegët tanë në Bruksel, europarlamentar, po doni edhe në zyrat e komisionit. Dhe në ka një kartë, prandaj është e pandershme, është totalisht e pandershme, spekulative retorika që Rama bën. Sepse në ka një kartë me cilën Rama në Bruksel nderohet, është se thotë në çështën e integrimit opozitën e kam 100% në krah. Dhe ne kemi dhënë prova që jemi 100% në krah. Ndonjëherë kemi qenë edhe më të zëshëm, unë këto i kam rekorde publike. Fjalët e mia në Bruksel kanë qenë më të forta se fjalët e antarëve e ministrave të qeverisë. Ju kam kërkuar në Bruksel, madje kam lobuar me kolegët e mi të Ballkanit të kërkojmë në Bruksel të gjithë antarësim të përshpejtuar të Ballkanit perëndimor në BE. Ju kam kërkuar unë deputeti i opozitës, që po pengoj Edi Ramën për integrimin. Ju kam kërkuar zyrtarëve të Brukselit të ulni procedurat burokratike, të lehtësoni procesin nga aplikimet burokratike, shikojeni më shumë politikisht sepse Ballkani rrezikohet nga influenca të tjera që mund pengojnë, vonojnë apo sabotojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Dhe kësaj opozite Edi Rama ndërton fushat, thotë 2030 ju shoj unë, po është e pandershme, është thjesht e pandershme publikun dhe me të vërtetën. Dhe unë të falenderoj që me mua sot në studio. Faleminderit unë juve. Ishte Krishtin Ksollaku, ishte Ekspres edhe për sot, bashkë me u takofshim.